Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është dakord për të sulmuar Iranin, por ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar, raporton mëngjesin e sotëm televizioni amerikan CBS. Sipas këtij televizioni, Trump thuhet se po konsideron një sulm amerikan në Fordo, objektin nëntoksor për pasurimin e uraniumit në Iran. Trump u ka sugjeruar zyrtarëve të mbrojtjes se do të kishte kuptim që SBA të njihej sulme kundër Iranit vetëm nëse është e quajtura bombë masive garantonte shkatërrimin e objektit kritik të pasurimit të uraniumit në Fordo. Shefi të shtëpisë së bardhë ju tha nga ekspertët se lëshimi i GBU-57, një bombë 13.6 ton, do të eliminonte efektivisht reaktorin nëntoksor Fordo, por shefi i shtëpisë së bardhë ende nuk duket të jetë plotësisht i bindur, ndaj dhe nuk ka autorizuar ende një goditje të tillë, raporton The Guardian. Efektiviteti i GBU-57 ka qenë një temë e debatit të thellë në Pentagon që nga fillimi i mandatit të Trump, sipas dy zyrtarëve të mbrojtjes, të cilët u informuan se ndoshta vetëm një armë bërthamore taktike mund të jetë e aftë të shkatërrojë Fordon për shkak se ndodhet shumë metra nën tokë. Zyrtarët amerikanë të mbrojtjes u informuan se përdorimi i bombave konvencionale edhe si pjesë e një pakete më të gjerë sulmi me disa GBU-57 nuk do të depërtonte mjaftueshëm thellë nën tokë dhe se do të bënte vetëm dëme të mjaftueshme për të shembur tunelet dhe për të varrosur objektin në rronoja. Ata që morën pjesë në konferencë mësuan se shkatërrimi plot i Fordo, të cilin inteligjenca izraelite vlerëson se ndodhet në 90 metra thellësi, do t'i kërkonte SBA-s të zbuste tokën me bomba konvencionale dhe më pas të hidhte në fund një bombë bërthamore taktike nga një bombardues B-2 për të fshirë të gjithë objektin, një skenar që Trump nuk po e merr në konsiderat.